Një operacion i policisë të Vlorës dhe forcave të ndërhyrjes së shpejtë ka çuar në lirimin e një shtetasi nga Kosova i mbajtur peng për rreth 2 javë. 3 persona janë arrestuar në flagrancë, të dyshuar se e kanë dhunuar dhe i kanë kërkuar 70.000 euro për lirimin e tij. Në kuadër të operacionit të koduar Hostage janë vënë në prangë shtetasit Julian Zogaj 25 vjeç, Orest Çorapaj 18 vjeç dhe Vilson Agaj 35 vjeç, të 3 banues në Vlorë. Sipas autoriteteve, 3 të rinj dyshohet se kanë rrëmbyer shtetasin Fisnik Xhaka 39 vjeç nga Mitrovica në datën 28 nëntor, duke e mbajtur peng për 14 ditë në një apartament në rrugën Janaq Kilica në lagjen Osman Haxhiu. Pengmarrësit kanë ushtruar dhe dhunë fizike ndaj shtetasit kosovar, ndërsa u kanë kërkuar familjarëve shumën prej 70.000 eurosh në këmbim të lirimit. Burimet bëjnë me dije se Xhaka kishte dalë garant ndaj 3 pengmarrësve që një grup personash në Evropë të merrnin një sasi droge me vlerë 70.000 euro pa pagesë paraprake, me pretendimin se do t'i paguanin më vonë. Për shkak se pagesa nuk u krye, të arrestuarit dyshohet se e kanë marrë peng Xhakën, duke i kërkuar pikërisht shumën që ai kishte dalë garant. Policia është vënë në lëvizje pas një telefonate të motrës së viktimës, e cila jeton në Suedi dhe informoi autoritetet për vendodhjen e të vllajit. Ndërhyrja uniformave blu ka çuar në arrestimin në flagrancë të 3 personave dhe lirimin e menjëhershëm të shtetasit të mbajtur peng, i cili ka marrë edhe kujdesin e nevojshëm shëndetësor. Apartamenti ku mbahej peng 39 vjeçari ishte i pajisur me kamera sigurie, si dhe një kamerë të vendosur në derë për të monitoruar lëvizjet jashtë ambienteve. Ai ndodhej vetëm 300 metra larg komisariatit të Vlorës dhe mësohet se Xhaka nuk ka pranuar të bashkëpunojë me policinë pas lirimit. Gjatë kontrollit ushtruar në banesë në posedim të Julian Zogajt, policia sekuestroi një sasi lënde narkotike kanabis sativa dhe një radiomarrëse dhënëse të ngjashme me ato të policisë. Ndaj 3 të rinjve prandojnë akuzat për veprat penale, rrëmbim ose mbajtja penge personit kryer në bashkëpunim, prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike, si dhe mbajtja pa të drejtë e uniformës.